Mbrëm shoqata bjeshkatare Bukuritë e Sharit me seli në Bogovin mbajtën kuvendin e rregullt vjetor që kishte karakter llogaridhënës. Të pranishëm krahas kryesisë së shoqatës ishin të gjithë anëtarët si dhe kryetari i Unionit të Shoqatave Bjeshkatare në Maqedoni, Fari Rexhepi. Qëllimi i kuvendit ishte raporti i punës së shoqatës për vitin 2025, raporti financiar, plan programi i punës për vitin 2026, si dhe ndarja e mirënjohjeve për ata të cilët kanë përkrah dhe kanë dhënë kontribut në afrimin e kësaj shoqate. Kryetari i shoqatës bjeshkatare Bukuritë e Sharit nga Bogovina, Nazmi Zeqiri, për kuvendin vjetor për televizionin Koha deklaroi: kemi, por aktiv kemi që presim vazhdimisht diku të informize, nëse tjerët janë edhe për të mirë, po përgjithësi ndihmojnë shumë në shoqatë me pagesën e taksis, me aktivitete që organizojnë diçka janë në linë të kështu që ne jemi si antarë se ishin që për aktivitetet që parashihen të realizohen në vitin 2026, kryetari Zeqiri tha se në krahasim me vitin që lëm pas do të ketë më shumë. Kuvendin e shoqatës bjeshkatare Bukuritë e Sharit e përshëndeti kryetari i Unionit të Shoqatave Bjeshkatare në Maqedoninë e Veriut, Fari Rexhepi, duke i dëshiruar suksese më të mëdha në vitin e ardhshëm, kur parashihen aktivitete të shumta. Kuvendi përkrau edhe propozimet për ata të cilët kanë përkrahur shoqatën në mënyra të ndryshme. Në mesin e të propozuarve për mirënjohje është edhe televizioni Koha.